Emisioni është I drejt për drejt dhe kontaktues në kontaktoni 004144 56 9903. Të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, po vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Karvani Ramazanit me një mysafir special nga Shkupi, pra hoxhën e nderuar Ferid Selimi. Dëgjuam pra pjesën e parë ligjërat, si zakonisht pra në çdo pjesë të parë të këtij emisioni është ligjërat dhe pastaj pjesa e dytë pyetje dhe përgjigje. Pyetjet e vijnë nga ju të nderuar dëgjues dhe përgjigjet vijnë nga hoxha e nderuar Ferid Selimi. Pra 049 283 048 për dëgjuesit në Kosovë dhe 0041 4456 9903 për dëgjuesit tanë në diasporë. Dhe një ashtu rubrika dërgo mesazh është e hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të parashtrojnë pyetje me shkrim. Pa humbur kohë të nderuar dëgjues, vazhdojmë me pyetjet e para të cilat kanë arritur pra përmes rubrikës dërgo mesazh. Dhe pyetja e parë hoxhë nderuar thotë kështu. Asalamu alaikum, thot kam një pyetje për hoxhën, 7 ditë që më kanë mbetë këtij muaji pa agjëruar, a është më mirë me agjëru, thot me herë pas Bajramit apo më mirë është me agjëru 6 ditët e Shavalit e pastaj me I kompenzu ditët e mbetura? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka një thonje të ne shqiptarët, borxhlia të dera, ndërsa jep sadaka për dallapi. Por kjo si rregull gjenerale do thotë në Islam, mas për herë do thotë duhet me u krye farzi, e masanena do thotë nëse ki kohë, miresh me nafile. Agjërimi I muajit Ramazanit do thotë është obligim. Por nëse nuk ke mujt me agjënu për shkak smundjes apo për shkak të udhëtimit apo për shkak ndonjë problemi tjetër të cilin do thotë e ke pasën, atëherë do thotë duhet me pas parasysh që menjëherë masi të ka përcen do thotë Ramazani, do thotë duhet me I kompenzu. Sa Allahu dhul Jalal në Kur'an po mëson edhe po thotë فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Çaj I cili do thotë është I smut apo është në udhtim, le ti kompenzon ato me ditë tjera. E këtu do thotë dietarët e tefsirit çka thonë? Thonë do thotë ki kompenzimi duhet të mëkonet më një herë, do thotë duhet të mëkon më një herë. Një prej urtësive e agjërimit të ditëve të Shevalit çka është se zakonisht do thotë gjatë muajit të Ramazanit shumë prej motrave tona do thotë nuk mujnë me kompletue muajin e Ramazanit për shkak gjinisë tinëve të cilat do thotë ata e kanë. Ashtu që kur vin ditë e Shevalit, atëherë do thotë burri agjënon nafile, ndërsa gruaja I plotson ditë e veta të cilat do thotë nuk ka mujten me I plotsue, inshallah Allahu dhul Jalal I shpërblen. Ndërsa një grup e dietarëve të tjerë thonë çka do thotë nëse njeriu ka me të borxhli edhe do thotë do borxhin e vet me e kry, do thotë më një herë mas Ramazanit, le ta ban me 2 niyeta. Një niyet me la borxhin, ndërsa një niyet me I agjëru do thotë ditë e Shevalit, inshallah Allahu dhul Jalal e pranon. E një prej veprave që pranohet me 2 niyete, sipas disa mendimeve dietarëve, janë do thotë kompenzimi I ditëve të cilat nuk ke mujt me I agjënue, edhe agjërimi I ditëve të Shevalit. Allahu alem, Zoti do thotë edin mas mirti. Allah shpërblet hoxhë nderuar, ne vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues me pyetjen e radhës përmes rubrikës dërgo mesazh. Thotë selam aleikum, kam një djalë, është 22 vjeçar dhe nuk dëshiron as të punon dhe as të mëson, nuk agjëron, dëgjon shumë muzikë, nuk di se çfarë të bëjmë. I them që të dëgjon Kur'an, por ai dëgjon edhe më shumë muzikë. Kur I them ashtu edhe disi vjen një farë mundimi, nuk ka dëshirë të qëndrojë në shtëpi. Ne thot familjarisht agjërojmë dhe falim namaz, por djali s'di se çfarë të bëj. Allah I shpërblet, pra kërkoj një këshill nga ju. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pa dyshim do thot kur njeriu në familjen e vet ka një njeri till, I cili do thot më veç është I pjekur, ka hinë në rrenë e burrave, edhe nuk kontribon mas përherë as për vetin e vet, mas ne për familjen e as pak do thot për shoqërinë, do thot kjo është një musibet. Po këtë musibet do thot duhet mas përherë me kuptuaj se nuk është më do thot fëmijë, po është do thot burr I rritur.
ne do thot e kemi për obligim me i urdhnuar do thot fëmijët e tan me namaz edhe me i urdhnu do thot fëmijët e tan në vepra të mira, tek tërti sa janë ende pa hinë mbi lyp, ama kur të hinë mbi lyp, atëherë do thot ai duhet më kon njëri pi atyre që ordon punë të mira edhe ndalon do thot prej veprave të këqija, sikur shka u përmend do thot në temën të cilën e folëm do thot përpara rubrikës pyetje dhe përgjigje. Por në kësi raste që pe përshkruan do thot këtë vllahun tan apo këtë djalin tan apo pa marrë parasysh se kush është, që me siguri do thot është një njeri i cili do thot është i smut, të cilët do thot i ka hinjë ndonjë gjin, edhe ai gjini nuk e lën do thot me ndëgju fjalët e Allahut, por kënaqet do thot në haramet edhe në ndëgjimin e muzikës. Për këtë arsye pra këshilla ime çka është? Këshilla ime është apo thon që ka ndonjëherë disa njerëz të cilët nuk dojnë me udhëzue, do thot me u mundu apo thon që me ja ndihmu atin veç ashtu sikur ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë unsur akhaka zaliman aw madhluma. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndihmoj vllahun tan në koftë në të drejtë apo në koftë në të shtremt. E i than shokët, oj dashmi Zotit, na po i ndihmojnë vllahun ton kur është në të drejtë, po kur është në shtremt, çish me ndihmu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kapni për dorë edhe mos e leni me bë më tepër dam. Ashtu që unë mendoj se ju si familje do thot duni me u mundu që këtë vllahun ton, i cili do thot i ka këto cilësi, çka nuk don me agjenu, nuk don me qenë do thot i dobishëm, nuk don me punu, nuk don me ndëgju Kur'an, do thot duni me ka për dorë edhe me ndihmu që me ndalu do thot prej veprave të këqija edhe me e bon pak më punëtor edhe me bon pak më aktiv për fenë e tina dhe për dunjajnë e tina. Inshallah Zoti ju ndihmon, por këshilla më e madhe është për prindin e vet që me bon dua për ta. Pse? Se duajën të cilën do thot e ban prindi për fëmijën e vet, pa dyshim Allahu Dhul Xhelal e pranon. Po kur do ta pranon, ai e din. Ndoshta Allahu Dhul Xhelal nëpërmjet tina don që me t'i fal ty disa gabime, e don apo ton me të sprovue, me pas se sa e ki sabrin edhe sa e ki durimin. Unë lutem Allahu Dhul Xhelal dhe bëj dua që vëllezërit të cilët e ndëgjojnë do thot këtë emision me bën dua për këtë vllahun ton, që Allahu me udhëzu ka hajri dhe ka e mira, edhe me bën prej muslimanëve të mirë, se ndoshta Allahu Dhul Xhelal duajën e një vllahu që e bën për vllahun e vet në vetmi e pranon, për atë arsye se është një gjuhë e cila do thot gjuhë nuk ka gjunohe, a bëhet do thot për një vllahun e vet. Inshallah Allahu Dhul Xhelal pranon lutjet tona dhe lutjet e vëllezërve të cilët bojnë dua që rinia jon me udhëzu ka hajri dhe ka e mira. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me tutje me emisionin Karvani i Ramazanit. Mysafir në studion tonë është hoxha i nderuar nga Shkupi pra Ferit Selimi. Për dëgjuesit në Kosovë 049-283-04-8 mbetet e hapur dhe një ashtu për dëgjuesit në diasporë pra 004-144-569-903. Selam aleikum, kush paraqitet dhe përshëndetje? Aleikum selam wa rahmatullah. Kush paraqitet? Përshëndetje edhe për ty vëlla i nderuar, dhe cila është pyetja jote për hoxhën? Jemi me disa vëllezër këtu në Flin dhe dëshirojnë të dinë rreth namazit të taravive. Se nëse thot vim me vonesë në namaz dhe kanë filluar namazin e taravive, kurse këta nuk kanë fal ende farzin e yatis. Si të veprojnë këta sa me him me fal me njet farzit me udhëzim namaz sunet taravive, apo me fal farzin vetëm, e pastaj me vazhdu me pjesën tjetër të taravive. Po, vëlla i nderuar, e kemi të qartë pyetjen, Allah është shpërblet për telefonatën. Jemi në telefon, nuk jemi në radio. Do të thonë, duhesh ta dëgjosh përgjigjen përmes telefonit. Po se nuk jemi. Zoti ju shpërbleft Arjanit për këtë pyetje të qelluar, edhe këtë pyetje do thotë e bën ai i cili e ka dert namazin, edhe ai i cili e fal namazin. Shiqoni do thotë shpesh herë do thotë dietarët islam kanë mendime të ndryshme se si duhet me u veprue kur imami ka një nijet, ndërsa xhamati do thotë ka një nijet tjetër. Por sipas mendimit të shumicës e dietarëve është që në kësi raste do thotë nëse ai është duke fal nafile, ti e bën nijet për farz. Ndërsa do thotë lidhesh mas tij nani pse ka ai nafile, do thotë lëvizjet i ki me ta, ndërsa nijeti jot do thotë është i farzit. E pasi që t'jep ai selam, jep atëherë do thotë selam edhe ti, edhe e kompleton do thotë namazin e yacis, edhe masanej do thotë lidhesh me ta me falën taravim.
Allahu alem, Zoti do thotë e din më së miri. Allah e shpërblet. Amin, e dhe nderuar, Allah shpërblet për telefonatën. I përshëndesim, selam aleikum. Dhe vazhdojmë të nderuar dëgjues me tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Përshëndetje. Mirëdita. Dita kush paraqitet? A jemi drejt ke Radio Pendimi? Pro drejt për së drejti në Radio Pendim, me hoxhën e nderuar Fred Selimi, cila është pyetja juaj për hoxhën, nëse keni. Po, pyetja ime është, jam shtatzanje me binjak. Dosha me ditë periudës sa i kam 2 dje, sa kur bën do të më oferë, edhe thon din pas lindjes. Edhe njëherë nëse ka mundësi pyetje. Jam një motor, jetoj në Gjermani, jam shtatzane me binjak. Po. Dhe i kam të 2 dje. Po. Dhe dua të di periudës sa kur bën do të më therë, edhe cëllën ditë lindjes. Sa kurban do të më prej, a? Po. Po. Inshallah mos pari herë. Vetëm do të ndërprerëm telefonatën e hoxhës. Motor, Allah shpërblet për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit. Mos pari herë e lutim Allahun dhul xhelal që me donën shëndet edhe me pas lindjen me lehtësi se me të vërtet puna e lindjes do thotë është një problem për gratë tona dhe për motrat e tona. Është çast shumë problem saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë, një gruaje e cila i ka 2 lindje e ka derexhen e shahidit. Për çka e ka derexhen e shahidit? Për atë arsye se shahidi ballafaqohet me vdekjen. Po edhe motrat e tona, do thotë, edhe gratë e tona, do thotë, kur janë përpara lindjes, pothuajse ballafaqohen, do thotë, me vdekjen. Edhe gjatë lindjes kemi raste kur disa prej grave tona apo motrave tona do thotë vdesin. Nëse një grua do thotë vdek gjatë lindjes, çka bëhet me ta? Do thotë e ka derexhen e shahidit. Me përjashtim çka ju lahet do thotë xhenazia, edhe ju falet do thotë namazin, ndërsa derexhen do thotë e ka shahidi. Ashtu që ne lutim Allahun dhul xhelal që mas për herë me ti lehtësue dhimbtat e lindjes, për të cilat lehtësime do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar gratë veta, edhe i ka mësuar do thotë besimtarët që për me bë dua, që me dua Allahu dhul xhelal më lehtësue këto dhimbta. Masi që të lind secila motër e jonja apo gruaje e jonja, do thotë obligimi i parë çka është që me respektu do thotë kohën e lehonis. Ndërsa koha e lehonis çka është, do thotë çaj kohë në të cilën do thotë ajo i ka do thotë pastrimet e veta prej lindjes, edhe kohë në të cilën do thotë nuk obligohet me namaz, as nuk obligohet me agjerim. Duke pas parasysh se jemi në muajin e madh të Ramazanit, me konë se dikush prej motrave tona lind në Ramazan, tek terti sa mos pastrohet, ajo do thotë nuk obligohet me agjerim. E pastaj kur pastrohet do thotë prej lindjes apo prej dhimbtave të lindjes, atëherë do thotë obligohet me Ramazan, ndërsa me punën e namazit fillon do thotë të falet me njëherë masi që të bëhet ndërprerja e gjakut apo kur të pastrohet do thotë dikush prej grave tona apo prej motrave tona. E tash, kur njeriu do thotë lind, nëse janë binek edhe janë të ditë djem, sikur çka u përmend do thotë në këtë rast prej motrës tonë, atëherë për secilin do thotë duhet me pre ka 2 kurbana. Se ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prejti për Imam Hasanin edhe Imam Husejnin ka 2 desh të majtëm, do thot të fortë edhe të mirë, ka 2 desh. Ndërsa nëse janë femna, do thot nëse është femën, atëherë do thot pritet vetëm një. Por nëse janë 2 femna, atëherë do thot priten 2 kurbana. Pritja e kurbanit do thot është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është mirë që të pritet në ditën e 7, apo në ditën e 14, apo ditën e 21, varësisht prej kushteve edhe rrethanave, të cilat do thot i ka familja, të cilën familja Allahu dhul xhelal e ka gëzuar do thot me evlad. Ashtu që do thot ky obligim duhet me u kryer në ditën e 7, apo ditën e 14, apo ditën e 21. Po nëse nuk kanë mundësi për shkak dhimbjeve apo për shkak kushteve materiale apo për shkak problemeve tjera të cilat do thot i kanë vëllezërit tan, sidomos të cilët janë në diaspor, atëherë do thot çatëherë kur ka mundësi me kry këtë obligim e kryen, por duhet me kry këtë obligim për atë arsye se secili fëmijë është i lidh me kurbanin e vet. Çatëherë kur pritet çai kurban i fëmijës, Allahu dhul xhelal
disa pengesa të cilat do thot i ka fëmia, ja hekën. Edhe fëmia do thot zhvillohet më mirë. Për atë arsye do thot një prej urtësive të premjes kurbanit çka është, do thot është që Allahu dhul xhelal çato pengesa të cilat i ka, ai fëmijë më ja hekën. E na e lutim Allahu dhul xhelal që ato pengesa të cilat do thot do t'i kanë fëmijët e juaj me i hekën për hatër atë në kurbanave të cilat i pretni për hir të Allahu dhul xhelal. Zoti ju shpërbleft edhe Allahu ju ndihmoft edhe një herë. Vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues, pra me hoxhën e nderuar Ferit Selimin nga Shkupi 049-283-048 për dëgjuesit në Kosovë dhe 0041-4456-9903 për dëgjuesit në diasporë. Selam aleikum, thot jam një motër muslimane dhe kam një pyetje për hoxhën, të du me ditë se burri a ka obligim gruan me çu në kasollën e saj, dhe me thënë se a me hyn në ndërhak nëse nuk kam unë kasollën time. Nuk po kuptoj çfarë. Po ndoshta me siguri ka për qëllim apo thonë që me çute baba vetë edhe nana vete. Se kasollja do thotë e gruas do thotë është shtëpia e babës edhe shtëpia e nanës. Normal do thotë secili burrë ka për obligim apo thonë një prej obligimeve çka e ka do thotë me vesh edhe me moth edhe me ushqy e ka për obligim do thotë me e vizitu farefisin e gruas, do thotë me vizitu farefisin e gruas, do thotë me mor gruën e vete, me quhet do thotë te baba vet, te nana vete, te vllavi vet, te motra e vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat shka ishte i sjellshëm. Kemi hadithe kur pejgamberi mas vdekjes së Hatixhes radhiyallahu anha i respektoi ke shoqet e Hatixhes dhe kur prejke kurban, çka bën ke? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marke mish prej kurbanit edhe i çoi ke kujna shoqeve të Hatixhes. Do thotë edhe mas vdekjes i ka respektuar do thot farefisin edhe familjen edhe kasollën e gruas e mos folme do thot tek tete sa ka gjallë. Për atë arsye pra burri e ka për obligim që gruin e vete do thot mos me ndalu me vizitu babën e vet edhe nanën e vet. Po në kofshin edhe kafira. Do thot kofshin edhe mos besimdar, do thot e ka për obligim do thot me lanë gruin e vete me shku me i respektu edhe me u bë mirë. Sidomos prindërve. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, se duket dështoj, por kalojmë tek mesazhi i radhës. Pra të nderuar dëgjues, mesazhi i radhës thotë kështu: Asalamu aleikum, thot nga Bexheti, nëse i ngritim duart mas çdo rekati, thot shpërblehesh me sevapë. Mirë, po kemi telefonat një herë. Do të inkuadrojmë inshallah. Asalamu aleikum, përshëndetje. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kush paraqitet? Një vëllai dashur më përshëndet dhe inshallah Allahu ja ka pranuar xhirimin e ditës së sotit e inshallah e keni një iftar të këndshëm. Selamu alaikum. Kush e përshëndet? Pra se do të jetë në përshëndetje, por nuk e tregoj. Faleminderit, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra pyetja ishte se nëse çojmë apo i ngrismi duart në çdo recat, a shpërblehen me sevape? Pa dyshim apo thon se ngritja e durve është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që ai i cili e praktikon do të thotë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë i shpërblyer. Po ai i cili nuk e praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mëkat apo gjuna nuk ka. Kjo është do të thotë definicion i sunetit dhe praktikimit të tina, ndërsa ai i cili e praktikon e ka shpërblimin prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ngritja e durve në tekbiret apo në lëvizjet, do thotë, sidomos do thotë kur shkojna në rukue, kur ngritemi për rukujes, edhe kur shkojmë do thotë në sejdë, kur ngritemi prej sejdëve, do thotë ngritja e durve është një prej suneteve të forta të namazit, sikur çka është shpjeguar do thotë nëpër librat e fikut edhe nëpër librat e haditheve. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktues në kontaktoni 004454569903. Dëgjoni Radio Pendimin. Dëgjoni Radio Pendimin. Dhe inshallah do të pendohemi. Radiovizpendimi.com 24 orë me ju. Vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhës. Selamu aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Kush paraqitet? Po, është një pyetje për hoxhën. Po vllai nderuar, urdhani. Çka mendon se hoxha sot njerëz që
namazin e kryen kurse Ramazanin nuk e agjërojnë. Po vëllai nderuar, e kemi të qartë pyetjen, Allah e shpërbleft për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Zoti është përbleft këtë vllau na kujton çai I cili do thotë namazin e fal ndërsa Ramazani nuk e agjeron, me siguri do thotë nuk e agjeron për shkak smundjes apo nuk e agjeron për shkak udhëtimit. Këto janë do thotë dy arsyet me të cilat do thotë mund të marrë jetu do thotë besimtari sepse nuk e agjeron. Pse për atë arsye se ka kuptuar do thotë shtyllën kryesore të fesë, e cila do thotë është namazi, ndërsa mas namazit do thotë shtylla tjetër e fesë çka është zeqati, masën e mas zeqatit vjen agjerimi, po masën e mas agjerimit do thotë vjen haxhi. Padyshim, do thotë nëse ki njeri, do thotë këta e ban me vetdije, do thotë nëse këta e ban me vetdije, do thotë më fal falet, po me agjeru do thotë nuk agjeron, atëherë do thotë është prej gjunaçarëve të mëdhej. Po nëse e ban do thotë pa vetdije, inshallah Allahu xhelal ja fal gabimin dhe ja mundson me kuptuar se edhe agjerimi do thotë është pjesë e dinit ton të madh Islam. Por me kon se njeriu do thotë e fal namazin dhe e refuzon agjerimin, atëherë ky njeri do thotë ka dalë prej suazave dinit Islam, inshallah Allahu xhelal na ruan prej njerëzve të cilët do thotë nuk I kuptojnë çështjet e dinit tamam çashtu siç na ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye se ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri prej Nejdit ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thonë, çka lip Zoti prej meje? I ka thonë Zoti prej te lip mi fal 5 vakte. Ka thonë veç 5 vakte, ka thonë nëse ki mundsi, nëse ki dëshirë me shtu, e mundesh me shtu po 5 lip. Po tjetër sen, ka thonë Zoti prej ti e lip me agjiru muajin e Ramazanit. Ka thonë veç muajin e Ramazanit, ka thonë nëse ki mundsi, nëse don me shtu, mundesh me shtu, po veç muajin e Ramazanit e lip prej teje. Ka thonë tjetër sen, ka thonë prej teje Zoti lip zeqatin 2.5%. Ka thonë veç 2.5%, tjetër sen, thotë nëse mundesh me shtu, shtoje, por 2.5% e lip. Pastaj largohet do thotë ki njeri I Nejdit, edhe thotë vallahi as nuk I shtoj, as nuk I pakoj. Edhe mas I largohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. E ka thonë të vërtetën edhe do të kurtaliset nëse e thot vërtetën. Do të kurtaliset prej zjarrit të xhenemit nëse e thot vërtetën. Ashtu që një prej kushteve që me pasën do thot besën e Zotit për me na mbrojt prej zjarrit të xhenemit, çka është falja e 5 vakteve të namazit, agjerimi I muajit Ramazanit, dhënia e zeqatit. Çaj njeri I cili e fal namazin, agjeron Ramazanin, e jep zeqatin, kia është nën besën e Allahu dhul xhelal, edhe Allahu këtë njeri nuk e dënon me zjarr të xhehenemit. Hadithin e transmeton Imam Bejhekiu në përmbledhjen e tij. Dhe me tutje të nderuar dëgjues, pyetja radhës thotë kështu. Asalamu alaykum, kam një pyetje për hoxhën, thotë edhe pse shkrimi pra është I dobët, nuk di sa do mund ta kuptojmë, thotë që një javë s'ko mujt me agjëru për shkak gjatë derdhjes, por thotë as me u fal. Më ka të ditë që është, po thotë a mundemi tjetën herë me agjëru. Pra kjo është pyetja mirë, po kemi telefonat një herë inshallah. Asalamu alaykum, përshëndetje. Selam aleikum Allah. Aleikum selam, kush paraqitet dhe cila është pyetja juaj për hoxhën? Abu Hamza nga Suedia, po vëlla, Allah I shpërbleft, Allah ja vlerësoj ditën e sotit të agjerimit, Allah inshallah pranon agjerimin gjithë muslimanëve kudo që. Kisha një dy pyetje për hoxhën, inshallah ma bën Allah, ndoshta do ta mundoj sa pak ti bashkangjitem edhe unë asaj pyetjes aty vëllavit që ishte para me që tha për agjerimin, disa që falin namaz po nuk e agjerojnë. Mirë, po të njëjtën kohë përkundrazi, po mendoj tash ata që agjerojnë po nuk falen. Tash muajin e agjerimit që agjerojnë edhe nuk falen. Atë nuk doin me mebile për atë arsye. Kur ti fol për namaz, thot unë që shtoj kam sa të jam musliman, unë jam kështu me radhë, sikur që I dimin e. Kurse pyetja e dytë, inshallah ma bën Allah, është pyetje me vitrin edhe zeqatin. Tash shembull për zeqat për punë shoqës që ka arin e nuk e di për afërsisht sa ka. Mirë, po më thonë që ka për një 50 vjan. Edhe tash sa duhet me dhënë për ato, edhe puna e vitrit, a më lejohet me dhënë, nëse nuk I kam prindërit këtu, nuk jetojnë me mua, ata jetojnë jashtë Tiranit, po me dhënë unë për ta vitër. Zoti shpërbleft inshallah. Kemi të qartë. A keni pyetje të qarta? Të qartë kemi, Allah shpërbleft.
Amin, vëllau, vëllai shpërbleft, unë ju përshëndes, selam aleikum. Aleikum selam. Na mas për herë do thotë bëjnë dua për këto vllaznitë atje që kena në Suedi se e kanë Ramazanin pak më gat, Zoti më ia vlerësua në aspekt kohës, po në atë aspektin e flladit e kanë pak më fllat atje, se janë pak më gat akullit atje nalt. Ndërsa sa i përket do thotë problematikës të cilën do thotë parashtroj, është shumë e vend për atë arsye se besimtarët e ton më tepër do thotë agjerojnë se sa falen. Edhe kjo është dokuria, kupton, te shumica e besimtarëve, sidomos për foli për shqiptarët, që më tepër e respektojnë agjerimin se sa e respektojnë do thotë të falmen. Me konë se një njeri do thotë agjenon, po mu fal nuk falet për X kushte. Inshallah Zoti e drejton, kupton, edhe ban për atin që ka falet, do thotë kjo është besimtar. Por është njeri me gabime. Nëse don Allahu më ja fal, po nëse don Allahu dhul xhelal me dënu, e dënon. Për shka, për atë arsye se nuk i ka fal namazin. Se puna e parë, për të cilën do të mirët në pyetje, kur del për para madhnisë Allahu dhul xhelal, është puna e namazit. Nëse me namazin i ka punë të pastërta, do thotë i ka falen farzet krejt, pikur ka hinë bëllë këtë momentin sa ka dhonën emanetin, do thotë punë të tjera do t'i ketë hala më të mira. Po nëse me namazin punë nuk i ka mirë, atëherë me punë tjera do thotë do të jetë hala më keq. Por ky njeri i cili do thotë me namaz të kompletuar nuk del, ndërsa Ramazanin e ka do thotë të kompletuar, sa i përket punës Ramazanit do të shpërblehet, ama sa i përket do thotë punës të namazit, ky njeri do thotë është nën mëshirën e Allahut. Nëse don më ja fal, po nëse don më dënu, do ta dënon inshallah Allahu dhul xhelal na ruan. Por ne duhet më ja bëu me dije muslimanëve se një mosfalje e një namazit do të digjet 70 vjet në zjarrin e xhehenemit. 70 vjet. Inshallah Allahu dhul xhelal na ruan. Për atë arsye pra muslimani kur fol për punën e namazit duhet me kuptue seriozisht edhe me nejt gati shumë se te namazi do thotë është shtylla kryesore e besimit ton, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el ahdu bainana wa bainahum as-salah. Thot besa mes neve edhe atyre që nuk janë me neve është namazi. E nëse kena dëshirë me pas besë si musliman, atëherë do thotë duhet me nejt hazër namazit. Kjo është një, ndërsa sa i përket punës zekatit, sidomos do thotë ari apostolit, të cilat do thotë i mojnë gratë tona, është një polemike e madhe në mesin e dietarëve, por dietarët bashkohor, ndërto do thotë Sheikh Ibn Bazi rahmetullahi alayhi edhe shumë dietarë tjerë të kohës sodit e shohin apo thonë se për stolit e grave do thotë duhet me u dhon zekat, do thotë për stolit e grave duhet me u dhon zekat. Sa duhet me qenë sasia? Do thotë nëse një gruje do thotë ka më tepër se 85 gram ari, sipas mendimit të disa dietarëve, apo 91 gram ari, sipas mendimit të disa dietarëve tjerë, pa marrë parasysh aty në pyetje janë 6 gram ari, apo thonë mes një mendimit edhe mendimit tjetër, do thotë nëse ka më tepër se 85 gram ari, atëherë do thotë çat ari duhet me morë edhe me mat, me çu do thotë argjentari, edhe çaq gram sa i ka, piça sa i sasie 2.5% jep pi vlerës sajna zekat. Do thotë 2.5% jep pi vlerës sajna zekat. Ndërsa sa i përket pyetjes tretë, puna e vitrit, do thotë sadaka i fitri, do thotë i pët për çka? Për ata të cilët agjenojnë, edhe për ata të cilët nuk agjenojnë. Me konë se do thotë një besimtar i ka fëmijë të cilët do thotë ende nuk kanë hije në bylyk, janë të vogli, do thotë jep për veti edhe për fëmijët e vet. Po jep edhe edhe për prindërit e vet. Pa marrë parasysh se në çfarë veni do thotë i jep ato të holla, por është mirë mas pariherë me fillue me rrethin e vet ku ai jeton. Po nëse te rrethi i vet ku ai jeton do thotë nuk ka njerëz që janë për fitër, atëherë do thotë i shpërndan ku në rrethin më të afërt, të cilin do thotë ai ka nga të vetit. Për atë arsye pra do thotë edhe mirësia, mas pari do thotë duhet punisen te rrethi jot ku jeton, e masanena do thotë me inderu do thotë fqinjet, e pasane me inderu do thotë ata të cilët janë më të lartë. Pa marrë parasysh se ku do ta dhash do thotë fitrin, inshallah Allahu dhul xhelal shpërblen, edhe dush me pas parasysh se puna e fitrit çka është element që për me ngritën agjerimi të Allahu dhul xhelal. Pasi që ka ardhur për disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, agjerimi jon po me ka varr mes tokës edhe qiellit tek sa nuk e paguajna fitrin. Çat moment që e paguajna fitrin,
ai agjerim do thot ngrihet për pjet. Inshallah Allahu dhul xhelal na e mundsi që t'i paguajnë fitrat tona, edhe për aty me fitrave tona të kenë dobi, do thot të vobektit, për atë arsye se fitri është special për skam nord, për dvobektit. Nuk është për projekte tjera, sikur çka shpeshherë për ndëgjojna me fitër dojnë me ndrejt xhami ose me fitër dojnë me bon projekte tjera, të cilat do thot nuk janë sipas sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Faleminderit edhe një herë për paraqitjen këtij vllaut ton që ka paraqit prej Suedisë. Selam atina dhe vëllezërve tan tjerë të cilët na ndëgjojnë atje në Suedi. Qetësoni zemrat e juaja me Radio Pendimin. Dëgjues, vazhdojmë me tutje drejt për së drejtin nga studio numër 3 Radio Pendimit këtu në Prizren me emisionin Karvani Ramazanit. Inshallah do të mbesmi të hapur deri në orën pra 16:35 minuta, pra deri në kohën e ikindis këtu në Kosovë. 049-283-048 është numri i telefonit për dëgjuesit tanë në Kosovë dhe 004-144-56-9903 për dëgjuesit tanë në diasporë. Dhe po ashtu rubrika dërgo mesazh mbetet e hapur, edhe pse ka shumë mesazhe të cilat me të vërtet koha nuk na mjafton që të i përgjigjemi të gjithave. Pra musafir në studio kemi të ftuar një musafir special nga Shkupi, pra hoxhën e nderuar Ferid Selimi. Pyetja e radhës përmes rubrikës dërgo mesazh thotë selamu aleikum. Pra thotë, a ka pas gjuna babai i çikës me vra dhëndrin pra djalë hasreti? Thot ngushëllimi familjes Rashid Allahu, inshallah na ka pranuar Ramazanin. Ky hoxh është një rast që ka ndodhur para 2 ditë në Vushtrinë, nëse s'gabohem. Unë nuk kam dëgjuar për këtë rast, por sidoqoftë të ngushëllime për familjen e atij që ka vdekën, padyshim do thotë është gabim për atë arsye se me vrah do thotë njëri do thotë është haram. Edhe muslimani dhe jo muslimani nuk ka drejt kërkujna mja morë shpirtin pa drejt. A drejt do thotë e vetëm Zoti, ndërsa çdo do thotë nuk ka drejt do thotë me vrah dhe me ngrit do thotë dorën e krimit. Inshallah Allahu dhul xhelal atina vllaut që ka vdek, ja ka fal gabimet e ka pranuar në mesin e robëve tina sinqert, ndërsa ki i cili do thotë është bon katil, inshallah Allahu dhul xhelal ja fal gabimet. Këto gjona do thotë shpeshherë ndodhin për atë arsye se njerëzit do thotë i hypin do thotë tensionet edhe i hypin gjakën atë tenve. Kur do thotë njeri do thotë i hyp tensioni edhe i hyp gjaki, ajo do thotë është prej shejtanit, inshallah Allahu dhul xhelal na largon shejtanit do thotë prej neve dhe prej besimtarëve tina sinqert. Ma tepër nuk po di çka më shtu, po kjo është një gabim i madh shumë, inshallah Zoti nuk i sprovon musliman. Allah shpërblet të nderuar, vazhdojmë me telefonatën e radhës, duke telefonata dështoj, sido që tjetër dhe me tutje pra 049-283-048 për dëgjuesit në Kosovë dhe për ata në diasporë pra 004-144-56-9903. Mesazhi i radhës thotë selam aleikum, desha t'ia bëj një pyetje hoxhës së nderuar thotë. Do kemi telefonat një herë. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam rahmetullahi berekatuh. Kush paraqitet? Bashkimi Xhaxhi Arban Prizren. Po dhe nderuar, cilën është pyetja juaj për hoxhën? Pyetja ime kishte më qenë kështu, si u të përshëndes stafin e realizues të Radio Pendimit. Inshallah Allah i jep të gjitha mundësit që i kërkoni edhe bojna dua për radio 3 radio që i keni në për shtetet e tjera dhe ashtu në Kosovë. Tash kishte më qenë pyetja ime se do është me bëni pyetje hoxhën e nderuar nga Maqedonia, inshallah Allah e shpërblet që ka dhënë mund që ka ardhur deri këtu. Amin. Do është me pyetjen, unë jam një njeri që jetoj me social, i marr 50 euro, jam i verbet dikon 98%. Am takon mu me dhënë zekat, kurse unë shoqën e kam të sëmur nga tjellzi, e ka gurin tjellz, 28 mm, edhe me tretin para një javë ashtu kemi bo aksident, kurse ajo vrate una, edhe ka bo unë në operacion, ashtu edhe kërsh duhet me bo operacion mirë, po nuk po mund të boj operacion për shkak zemrës, dhe mushkri i ka ujnë në mushkri. Tash që unë nuk do të bëj pyetje, am takonë në t'jap zekat, ose të jap atje të qoj
çka po di unë të Bashkia Islame në Prizren. Ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do thotë se cilën njeri, po edhe vllau jon bashkimi i cili e parashtoi do thotë këtë pyetje inshallah Allahu do të lale shpërblen, do thotë duhet me mat vetin e vet. Puna e dhonjes është do thotë shenjë bujarie. Na shpeshherë shohim do thotë te vëllezërit tanë, të cilët do thotë janë skamnor, nuk kanë për veti, po mundohen dikujt na mi bë mirë. Do thotë ai gjunohi për veti do thotë nuk ka nevojë do thotë për nevojat e veta, ama edhe pse do thotë nuk ka mundohet do thotë me bë mirë. Çai i cili bën mirë, ka bë mirë, e me atë mirësi, inshallah Allahu dhul xhelali i bën të mira tjera. Për çka? Për atë arsye se çai i cili e bën një të mirë, Allahu ja sjell atina 10 të mira. Po çai i cili do thotë e nal dorën e vete prej të mirave, do thotë nuk ja kam shël do thotë derën e të mirave vetvetit. Ashtu që do thotë ki vllau jon, sikur çka e përmendin do thotë rastin apo ton çka jeton me sociale dhe do thotë i ka do thotë këtë të hallë dhe këto derë dhe këto telashe, do thotë duhet me pas parasysh se Allahu e don një njeri i cili do thotë ka derë dhe hallë, pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma amthal fa amthal. Më shumë ti çka janë sprovu në sipërfaqen e tokës janë pejgamberët. Pastaj ata të cilët ja përngasin pejgamberëve. E shohim për shembull kur lexojna për historinë e Jupit alayhis salam, do thotë çaq shumë shkakoni smut, saqë do thotë krimi mo ka ardhur me ja hongër edhe gjuhën. Para mendoj do thotë edhe gjuhën do thotë ka ardhur do thotë me ja hongër krimi. Kur ka ardhur do thotë me ja hongër gjuhën, atëherë ka thonë o Zot, a ka mundsi gjuhën me marrujt? E ka thonë Zoti, apo dhimbëta? Ka thonë jo, nuk po dhimbët, po me kon se më merr gjuhën, atëherë pra nuk kam mjet me çka me të falenderu, se gjuha do thotë është mjet me të cilin do thotë na e falenderojnë Allahun dhul xhelal. E kur e thot këtë punë, atëherë Allahu dhul xhelal ja kthen gjuhën, ja kthen shnetin, ja kthen evlat të cilët do thotë ja kishte marr më përpara, edhe ja kthen do thotë shumë të mira hala më shumë se sa i ka pas. Për këtë çështje ka ndonjëherë do thotë smundjet, të cilat Allahu dhul xhelal dikujt ja çon, skamjet, të cilat dikujt Allahu dhul xhelal ja çon, janë një sprov me të cilën Allahu don me mat besimin e tina. E kur njeri do thotë edhe në këtë sprov, edhe në këtë smundje, edhe në këto telashe, mundohet do thotë me bë mirë, ajo mirësi do thotë ju kthehet me të mira. Edhe pse nuk obligohet, do thotë edhe të mirë me vesh, do thotë çaj shka është rast social, ata duhet ne me ndihmu, jo ai me ndihmu tani kanë tjetër. Por çka do thotë nëse ai si rast social mundohet do thotë mu kon solidar, Allahu dhul xhelal për shkak solidaritetit edhe bujarisë të cilën do thotë ai ka në zemrën e tina, ja kthen ato me të mira. Unë lut Allahun dhul xhelal që këtë vllahun ton, po edhe shumë vëllezër tjerë të cilët do thotë i kemi në Kosovë, në Maqedoni, në diasporë do thotë raste sociale, që Allahu dhul xhelal me i begatue nga mirësia e tina se ai ka do thotë ball. Të nderuar dëgjues, pra numri për dëgjuesin në Kosovë nuk shërben për SMS-a, por vetëm drejt për së drejt për të bërë pyetje. Andaj mos na keq kuptoni mirë, po mesazhet të cilat po vazhdoni të dërgoni në këtë numër nuk lexohen, por mesazhet mund të i bëni vetëm përmes rubrikës dërgo mesazh, ndërsa telefonat shërbejnë vetëm për të bërë pyetje direkte përmes 049-283-048 dhe 0041-4456-9903. Së bashku në studio jemi me hoxhën e nderuar nga Shkupi pra Feri Deselimi. Do të mbesmi të hapur edhe 30 minuta për të gjithë dëgjuesit tanë, vëllezër dhe motrat që na dëgjojnë pra nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Presheva, Medvegja, Bojanoci dhe ata që na dëgjojnë nga diaspora deri në Amerikën e Largët. Ne ju përshëndesim përgjithsisht nga studio numër 3 e Radio Pendimit këtu në Prizren dhe pa humbur kohë kalojmë tek pyetja e radhës. Që thotë, selam aleikum, a kam gjuna nëse lexoj Kur'an dhe bajnë ndonjë gabim gjatë leximit, a mu pranohet thot ai lexim? Allah i shpërblet me xhenetin Firdevs. Zoti i shpërblet do thotë këtë vllahun i cili ka parashtuar do thotë këtë pyetje, pa marrë parasysh apo thon njeriu do thotë kur lexon Kur'an, edhe nëse bën gabim, e gabimi do thotë nuk është me qëllim, po është pa qëllim, apo për shkak të vështirësisë të cilën do thotë ai e gjon, ky njeri do thotë i ka dy shpërblime. Një shpërblim e ka shka lexon Kur'an, ndërsa shpërblimin tjetër e ka për shkak të vështirësive. E sidomos do thotë vëllezërit të cilët do thotë kanë të meta në shqiptimin e shkronjave apo kanë të meta në shqiptimin e fjalëve,
do thot ki do thot I ka do thot dy shpërblime që ashtu që shkardh në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nëse bëhen gabimet me qëllim, atëherë do thot ka gjuna. Nëse bëhen do thot gabimet pa qëllim ose për shkak të vështirësive, të cilat I gjon do thot gjatë leximit, do thot ki nuk ka gabim, po shpërblehet me dy shpërblime. Shpërblimi I parë çka është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur, Elif Lam Mim. Ka thonë elifi, lami edhe mimi janë 3 shkronja. Elifi I ka 10 sevape, lami I ka 10 sevape edhe mimi I ka 10 sevape. Do thot për secilën ka 10, ato bojnë 30. E para mendo do thot një vëllai joni I cili do thot lexon Kur'an, sa shkronja do thot I lexon? Herë 10 e kujna don Allahu dhul xhelal mi ashtu ato mirësi, ja shton hala më shumë, e sidomos atinve të cilët gjejnë vështirësi gjatë leximit. Sikur shkanë për shembull vështirësitë e të pamurit, sikur shkanë për shembull vështirësitë e shqiptimit, sikur shkanë për shembull vështirësitë e kokëdhimbjes, apo sikur shkanë do thot vështirësitë e mosmojturit mend, e kështu me radhë, do thot këto janë disa pengesa të cilat për shembull gjendet te muslimanët, sidomos te ata të cilët do thot janë fillestar, inshallah Allahu dhul xhelal I shpërblen 2 herë për këtë vepër të madhe të cilën e bojnë, se me lexu Kur'an është njësoj sikurse me fol me Allahun dhul xhelal. Ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot ai I cili dëshiron të bisedon me Allahun, le ta lexon librin e tij. Zoti ju shpërbleft një herë. Tribun Islame në fshatin Bresan. Dita e premte, data 17/8/2012, pas namazit të ikindis ora 17. Organizon Xhamia e Re fshati Bresan. Vendi Xhamia Madhe me 4 minare fshati Bresan. Ligjërues Doktor Zekeria Bajrami nga Shkupi dhe hoxh profesor Vahid Beluri nga Austria. Kur'an dhe Ilahi Kasam Muhameti, imam I xhamis. Sponsor medial Radio Pendim. Vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum, në vëllai të Sëdietu. Një vëllai të Sëdietu, po vëllai nderuar, cila është pyetja juaj për hoxhën e nderuar? Sigurisht përshëndetje edhe hoxhën. Po tani pyetje, një vëllai unë këtu, këtë vani ku baraj këtu. I fol 5 vaktet tana po Ramazanin s'ka mujt me inuam për shkak nuk e di pse. Ai don me ai në fakt bën mirë kështu, po na ka bënë çfarë iftarin në xhami. Këtu e kemi çfarë xhami të vogël. A ka çfarë problemi edhe pse Ramazani nuk e ka inuar? Ka ndonjë problem diçka te Allahut xhelleshana? Po pyetja është, Allahu fal namaz, ka organizuar iftarin mirë, po vetë nuk ka xhiron apo? Po. E kemi të qartë, Allah shpërblet. A ka çfarë problemi ai njëri që se i në Ramazanin, po bën mirësi bujor? Po, kemi të qartë. Do të thotë namaz fal apo? Una? Namazin e fal apo? Po 5 vakte, alhamdulillah, djalimi është. Selam aleikum dhe përshëndetje. Aleikum selam wa rahmetullah. Zoti ju shpërbleft, apo thon me të vërtetë unë po çuditëm për këtyre pyetjeve që njeriu I cili fal namaz ndërsa nuk agjenon. Do thot shkaku I mos agjerimit tina do thot mund të bëkon 2 gjëra. Cila është ajo? Smundja apo çka është? Do thot është udhëtimi. Përveç atina I cili është I smut, edhe atina çka është në udhëtim, që tërkujna nuk ju lejohet që mos me agjenu muajin e Ramazanit. Po nëse nuk mundet me agjenu, për shkak lodhësisë apo nuk mundet me agjërua, do thot për shkak disa problemeve tjera, inshallah Allahu dhul xhelal e shpërblen se ki do thot llogaritet mesin e të smutëve. Do thot e çaj I cili nuk agjeron për shkak se është I smut, edhe ka çef do thot më kon bujar me shtru iftarna, inshallah Allahu dhul xhelal e shpërblen. Pse se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çaj njeri I cili I jep një vëllau vet iftar e ka shpërblimin e atina çka ka agjenue, duke mos ia paku Allahu dhul xhelal shpërblimin agjeruesit. Do thot çaj I cili ndon iftar e ka sevapin e agjeruesit, po edhe agjeruesit sevapi nuk ju pakohet. Do thot janë faktikisht do thot dy sevapa. Një ai çka ka agjenu edhe një ai çka shton iftar. Ashtu që ki vëllau joni I cili do thot ka shtu iftar me fal namaz fal, po vetëm agjeru nuk agjeron, do thot agjerimin e ka për shkak smundjes, apo e ka do thot për shkak të lodhjes, apo e ka për shkak danisen tjetër. E me kanë se nuk mundet do thot me kompenzu, se smundjet do thot janë 2 lloj.
kemi smundje kronike dhe kemi smundje të cilat janë shëruese. E ai i cili është i smut për një smundje që ka shëruese, do të duhet me kompenzue mas Ramazanit ditë për dite. Ama ai që ka smundje kronike, atëherë do thotë për secilën ditë çka nuk ka mujt me agjiru e jep ka një fitër, do thotë 30 ditë, 30 fitra në fund mujt Ramazanit jep fukarave, inshallah Allahu dhul Jalal pranon agjerimin e tina, sikur çka ka pranuar agjerimin prej robërve tina të devotshëm. Allah shpërblet hoxhë nderuar, ne vazhdojmë me tutje me pyetjen e radhës thotë selam aleikum, pyetja ime është për zakatin, se a duhet me i dhënë për shembull nëse ke 100 euro, sa duhet i japun dhe a ban me ia dhënë burri jam vllaut tem. Nëse njëri do thotë i ka 100 euro, do thotë nuk obligohet me zeqat. Por me zeqat obligohet kush? Çaj i cili ka më tepër se 85 gram ari, apo ka të holla me të cilat mundet mi ble 85 gram ari. E për mi ble sot 85 gram ari, do të mi pasën 1500 euro, do thot. E çaj i cili ka, do thot 1500 euro në xhepin e tina, apo në kontën e tina, apo gjatë një vitit, do thot, i ka pasën 1500 euro e ma tepër, do thot çiki njeri obligohet me zeqat. Edhe qatë zeqat, do thot, ka drejt me adhonën, edhe mikut vet, ka drejt me adhon vllaut vet, ka drejt, do thot, me adhon motrës vete, ka drejt, do thot, me adhon shokut vet, ashtu që ka e shef prej besimtarve se ka nevojë, do thot, për pasuninë e tina, do thot, jep atina, do thot, zeqatin, por është mirë që ku t'jep zeqat dikujna me zgjedh dhe njeri i cili është meritor, edhe një njeri i cili ato të holla i harxhon në hajër, e jo mi dhon dhe nikujna i cili nuk e meriton apo i harxhon ato të holla në sherr. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum. Wa aleikum salam. Kush paraqitet? Paraqitet Rushitin nga Franca, ai radio pendimi po? Po vëlla nderuar, radio pendimi dhe jeni drejt për së drejti në emisionin Karvali i Ramazanit. Musafir në studio kemi të ftuar pra Ferit Selimin, hoxhën e nderuar nga Shkupi. Mirë, faleminderit. Desha me bëni një pyetje hoxhën. Po, nëni. Kam një motër në Zvicër jeton, edhe është ka ban namaz, ka falet namaz, po është ka shkanë në xhami ku atje një motër muslimane që për që për mëson atje ato, i ka thonë se nuk dush me fal namazin nëse nuk din me shiftu mirë suret e namazit që duhet mi bëtë atë suret, nëse nuk i shifton mirë, atërë nuk planohet namazit. Do është ta me ditë, na nuk mujmë me mësu qashtë gjuhën shpejt arabe, edhe me teksu gjuhën, po të që me ditë e planohet namazin, se motës ajo se edhe e kanoj namazin për shkak të fjallëve të sajna që i ka thonë s'planohet namazin nëse nuk e shifton mirë suret doa këto që ka janë namazit. Po vëlla nderuar, Allah të shpëblef për telefonatën, pyetjen e kemi të qartë. Përshëndesmi. Faleminderit shumë. Aleikum salam. E falenderoj në një herë Rushitin apo prej Francës, i cili interesohet do thot për gjendjen e motrës vete, edhe çështu do thot do të më kon secili besimtar, më interesu për motrat e veta dhe për vllaznitë e vet. Ndoshta pa të rast